janë ngrenë as amerikani as europiani. Gjykata kushtetuese paguhet nga taksat tona. Lena në këto mashtrime që vine amerikanët, europianë japi lek këtu, qa mashtrime, mbaroj ajo. Mbaroj ato budalliq që vishin ata me çanta këtu edhe bënin turistat. E mos them çfarë bën në gjë tjetër, Lera, se nuk është situata. Do flasë skandalet edhe do të shikojmë vetë. Por e ke fjalën për ata të vetmingut me dosi me videon me po le tani mos më ngatro tani se unë s'di asgjë, thjesht mund të them një fjalit tani fillon bë koment tani. Le të kaloj ta marr lumi. Dhe tani e vërteta është kjo, ne pse duhet të mos kuptojmë të vërtetën? Çfarë? Njerëzit janë në presion. Nuk janë banë zotëri të dalë në një vendimarrje. Jo për shkak të Edi Ramës. Për shkak të rrethanave të tjera. Nuk është momenti të flasim. Mirë, por qytetarët duhet të kuptojnë. Ndikimi i të huajve në gjykatën kushtetuese duhet ketë edhe një kufizim. Shkodranët e thënë shumë mirë, mos ty vetë në qef. Avokat, lutem, në rast të marrim një scenar hipotetik. Në qoftë se skadojnë afatet për masën që kërkoi Spaku, e miratoi gjykata për zonjën Balluku në parlament. A mendoni që Spaku ka një tjetër dosje rezervë për këtë çështje, për të vajtur me një kërkesë tjetër për mas arresti nisur edhe nga kontrollet e fundit që bëri në disa biznese në Lushin në Tiranë dhe qytete tjera të biznesmenëve që kanë marrë tendera nga dikasteri që drejton zonja? Pra, mendoni që ka një as në mend Spaku për ta vazhduar betejën? Edhe njëherë duhet të sqarojmë. Gjykata kushtetuese nuk e kam lidhje me gjykatën kushtetuese. Është jo, prit ta mbaroj, po ta mbaroj që aty do futem te ajo që thua ti, po rasti në gjykatën kushtetuese është gjë tjetër që s'ka lidhje. Rasti i kërkesës së heqjes së imunitetit të zonjës Balluku, ku ndërkohë ti zotri e ke marrë të pandehur në tetor dhe vjen në muajin dhjetor mos gaboj dhe kërkon heqjen e imunitetit të saj, kur ti e ke marrë të pandehur në tetor, pse nuk e morë detyrim paraqitje në tetor edhe pastaj i bëj një orë të akuzës? Dhe çfarë është kjo loja që ministria dhe zëvendës kryeministria akuzohet për paparazi në tendera, kur ndërkohë ajo nuk është komision e re, pra nuk është antar komisioni. Ajo mund të akuzohet për ndikim të palishëm, ajo mund të akuzohet për korrupsion pasiv, ajo mund të akuzohet për shpërdorim detyre. Po të akuzosh dhe të marrësh të pandehur zëvendës kryeministrin, ministrin, ore thoni për Ballukun çfarë të dy shpirti, më kupton? Se ti e di shumë mirë, unë nuk jam me persona që kam hajdut, djathtas majtës dhe të korruptuar. Unë gjithmonë kam thënë prezumimin e pafajësisë. Pavarësisht çfarë ide politike kam unë për ata. Ti e di, edhe populli e din. Por unë nuk futem në emocionet e Shabanit dhe Lapaj që shante nga mes Edi Ramës dhe Sali Berishën dhe Shabani dhe Lapaj nesër pas nesër edhe janë bërë ortak me këta të dy. Në aspektin e fitimit material. Njëri u bë avokat i popullit dhe tjetri do të shkojë te Partia Demokratike. Pra, shkojmë te rasti Balluku dhe themi çfarë? Të vërtetën. Zotri, ti mund të kesh dosje për një person, po pse ke bërë gabime procedurale të pafalshme? Sepse dalin disa analista avokatët e partisë sipas rastit, dhe analistët e partisë sipas rastit, dhe thonë, pse thot Spaku është mbi gjykatat, po kur më zotri, në 2026, po ku ishe ti ku arrestonte Sali Berisha? Ku ishe ti ku arrestonte Ilir Meta? Ku ishe ti ku arrestonte Ilir Beqaj? Ku ishe ti që u procedonte dhe u aratis Arben Ahmeta? I vetëm që do dalë të politikë në aspektin që u aratis. Pra, ku ishe ti mër zotri që sot ti na thua që drejtësia është e pavarur, ku ndërkohë ti, zoti Rama, përgëzoje Altin Dumanin për shpatën që kishte dhënë kur bëri arrestimin
edhe te Erion Velis. Dhe tani lind pyetja, a ka dosje Spaku? Spaku në çdo moment mund të nxjerrë dosje për ty, për mu, për komshiun ton, për tjetrin të tjetrin. Pse? Të bëj statistik. Unë e kam thënë tek ju vazhdimisht dhe ju mendonit sikur unë po tallem me ju.